po drejtor që ka përgjegjësi politike mbrana kryesisë partisë nuk ka. Ta e them me përgjegjësi të madhe, shoh statusa kanë erdhi dikuj prej tyre, proces fare s'u vjen mirë, sepse nuk janë me përgjegjësi po thon politike. Pse shkruajnë ata është çështje e tyre. E dyta te drut, po Ardiano është vërtet kontrata sakt, ç'është çështje, por nuk e di me çka më nxeh tjetër në shkollat nëse nuk i nxejna me drum. Fënxhilu është i ndalum, rryma nuk i kemi stufat e gatshme për rrym. Nxemet qendrore të shkollave, nxemet qendrore të AMF-ve, ÇMV-ve dhe çantës kryesore mjekësisë familjare furnizohen me dru, është kontroll 3 vjeçare, është sakt ajo që ti the, po është kontroll që është zgjidhur përmes OSHP-s kontraktuesi që ka fituar. Megjithatë, mendoj që nuk kemi tjetër variant tash për ta. Ajo që duam të thonë, në 99% shkollave kemi pas me stufa pa nxeme qendrore, tani janë me nxeme qendrore. Madje kemi pas shkolla as rrugë të asfaltuar, s'kan pas shkaqen shkolla Ismail Uma. Kanë shkuar nëpër llaç, nxënësit detë shkolla, derisa kur ju marrë dhe kemi bënë rrugë, po të mos kthehemi të kaluamën. Plani juaj. Unë mendoj që në shumicën e shkollave e kam përbërë edhe këto në pikat që janë ose në paralelet e ndame. Shikomi ka një ligj i cili na detyron për një lloj reforme në arsim për cilën e din. Ka qenë rasti i Kamenicës dhe na i kemi disa paralelet ndara që nuk i kemi hyrë në nxemet qendrore sepse kemi mendu dhe kemi bisedu dorën zemër me qytetarët të asoj pjesë me marrë transportin përsipër si komunë dhe me ofru deri te shkollat në cilat kualiteti, kushtet janë shumë më të mira dhe mund të ketë edhe edukim më të mirë. Kjo ka qenë arsyeja kryesore për cilat nuk është investuar në disa prej shkollave që janë paralele ndame. Një pyetje kam për gjithë kolegët. A e dinë se shkolla A me ka Lipiani? Ose sa paralele ndame i ka? Nëse e dinë, ja e dorën. Nëse kandidat për kryetari dhe nuk e di se shkolla A me ka Lipiani, sa paralele ndame i ka? Nëse ti udhëheci Lipianit, e nuk e din parimet e leadershipit, nuk e din çka janë parimet. Tu ka bo marak me ditë që të më kallëzoj. Ti kallëzoj marat tash e din do. Kallëzomi cilat janë vlerat e leadershipit. Jo, unë nuk luftoj për leadership për besë. Që ti nuk e din, jo për leadership. Jo për leadership, jeni duke luftuar shkolla i ka Lipiani. Hajde tregon ti ku shpijuve sa shkolla A me ka dhe sa paralele. Hajde tregon ti në cilën krah e ki shkollën Ismail Uma. Jo. Hajde kallëzoj. Cilën krah Lipianit e ki? Jo. Unë i bona hyrja geografikisht, geografike në cilën krah e ki? Hyrja dalje. Jo e lejume do të sa din ti, nuk din moritur natyrë. Investuar në ato shkolla po nuk din moritur natyrë, ka problem. Jeni duke potencuar dhuntit kryesore që i keni kështu. Po jo, tash në kallëzon orientimin e Lipianit. Okej, se ma bën me di regjia që jemi në fund për shëndetësi nuk do e lë. Pa e përmendur, qeri që po e nis me juve. Po, sa i përket nga 1 minutë ju lutem gjithë. Për 1 minutë, sa i përket shëndetësisë, ne do të marrim veprimet e nevojshme që shëndetësia në Lipian të kemi një komunë shëndetshme, të qasme me kujdes gjithë përfshirë për qytetarët, përfshirë veçanërisht gratë, moshurit dhe me qasje të barabartë shërbime cilësore. Gjatë kësaj periudhe ne do të tentojmë që të kemi ÇMF dhe AMF të kemi mbërvitësim të kushteve tyne me efikacitet, me funksionalim të laboratorëve tyne dhe do të tentojmë që në disa pika të caktuara të arritemi edhe orarin e zgjatur. Për shembull kemi qendrën mjekësore familjare në Shal, do të tentojmë me 24 të punojnë 24 orë. Kemi një problem në Lipian të qendra komunale mjekësisë familjare ku i kemi punojnë njëk deri në ora 8, do ta zgjatemi deri në ora 12, meqense bëhet kaos në emergjencë, pastaj se njerëz kalojnë te pjesa e emergjencës. Po ashtu do të kemi investime në çështjet e laboratoreve, analiza hematologjisë, aneks barabart në analiza bazike për gjithë qytetarët. Çështje tjetër e implementimi i modelit çdo qytetar me mjekun e vet personal, zonimi funksional i karteles digjitale të pacientëve, dhe koordinim ndërcjell dhe trajtim efikas, me kujdes të veçantë për nënat lejon thash fëmijët dhe kujdesin paliativ për të smutit. Urdhrozo di buja, shëndetësia në 1 minutë. Fillimisht sepse zoti Ahmeti e tha nuk ka asnjë antar të kryesisë për sqaret të shëndetësia, nëse jo diku tjetër. Gazman Gazman Çerkini është shef i ka qenë shef i asamblejistave të LDK-s, o emëru shef i maternitetit në Lipian. Jo drejtar, se ku liçi nga drejtar. Po ashtu, drejtor është emëruar në vitin 2013 pa konkurs, Agim Krasniqi, i cili është pa konkurs dhe asnjëherë se keni shpall konkursin. Për sa vite dhe Agim Krasniqi halo është drejtor aty. Dhe para atë edhe kemi një kaos në shëndetësi.
Prandaj do të duhet një riorganizim në gjithë shëndetësinë në veçanti të 12 njësitë që i ka qendra kryesore e mjekësisë familjare. Po ashtu duhet. Po ashtu gjithsesi duhet në qendrat e mjekësisë familjare, sepse dallojnë qendra mjekësisë familjare, qendra kryesore e mjekësisë familjare dhe AMF dallojnë. Qendrat e mjekësisë familjare i kemi në qendrat e mëdha, siç është Magurja, Shala, është Slovia, Slovi s'ka halo qendrat e mjekësisë familjare, është Gadimja, atje, do të jenë qendrat e mjekësisë familjare që do duhej me i shërby qytetarëve me mjek 24 orë. Po ashtu me ligjën, në 2000 banor dhe në 2500 banor do të me qenë patjetër një mjek. Nëse e kalon 2500 banor, që si që kemi rastin në Slovi, i ka rreth 4000 banor, apo mbi 3500 banor, do duhet gjithsesi të kemi 2 mjek. Aty është përgatitur, sa kam qenë unë kryetar komune, të jetë qendër e mjekësisë familjare. Po ende është në nivelin e AMF-s. Kemi ndërtu ambulanca, të cilat janë mbyllë, si në Smallush. Në Banull është renovu dhe është lënë në mëshirën e kuës dhe ajo është demolu. Po ashtu kemi çështjen e mbi ngarkimit të emergjencës, sepse është hjekni rregullore që ka qenë atku dhe që kanë post shërbimin në përqendrat e mjekësisë familjare. Naturalisht ka shumë sfida në shëndetësi. Në shëndetësi urdhëro zoti Ahmeti, pastaj vijmë me pjesën tjetër. Shkurt, veç për drejtorin, nuk e kemi emëruar, na e kemi gjetë. E ka është emëruar në kohën tuaj sipas gjitha gjasave, edhe e ka kthy organet gjyqësore në vendin e punës, me cena nuk mujë me ballafaqu më shumë. Ka vendim, me cena është kthy atë. Plani juaj? Rregullat, por ndeni shkurt disa prej çështjeve që lidhen me shëndetësinë, ti them. Natyrisht që ne synojmë me avancu shërbimet në shëndetësi dhe objektivi përgjithshëm i ynë është ofrimi i shërbimeve shëndetësore cilësore duke vendosur natyrisht pacientin në qendër të mjekësisë. Laboratoret e QKMF-s dhe QMF-s do të shndrohen në qendra moderne diagnostifike. Aktualisht në QKMF-n e planit bëhen 36 lloje të analizave hematologjike dhe biokimike, ndërsa në QMF tjera, në Janiev, në Gadimin, Magurë dhe në Shalë, bëhen 23 lloje të analizave laboratorike dhe biokimike. Që tash mujnë me shku me provu të testu. Ne do të investojmë natyrisht në blerjen e pajisjeve moderne dhe analizave dhe për analiza të tjera. Gjithashtu do të blejmë edhe autoambulanca për shërbime mjekësore në teren, secila qendër e mjekësisë familjare dhe AMF do ta ketë një prej autoambulancave për rastet e nevojave që mund ndodhin aty. Do të fuqizohet natyrisht shërbimi paliativit, kam dëgjuar këtë që kanë ide të tilla, por ky shërbim funksionon më tepër se që 4-5 vite dhe është mjaft efikas. Do të fuqizohet roli i mjekëve ose vizitat e tyre në shtëpi për nënat dhe fëmijët deri në moshën 3 vjeçare dhe do të zgjerohet natyrisht shërbimet shëndetësore të integruara për pacientë me sëmundje kronike si diabeti, astma dhe sëmundje të tjera kronike. Do të vazhdojmë natyrisht me furnizimin e aparaturave të nevojshme, siç i kemi bërë 2 automjete për personat me hemodializë dhe do të vazhdojnë edhe furnizimin me mekanizëm të tjerë dhe aparatura të nevojshme në objektin e ri të qendrës kryesore të mjekësisë familjare dhe në shërbimet e urgjencës që shumë shpejt do të funksionalizohet. Faleminderit shumë. Pyetje që urdhëro, 1 minutë që juaj. Ajo që ne kemi parapon në shëndetësi është që çdo qytetar të ketë të përzgjedhur mjekun familjar plan vendbanimit, sistemin elektronik për zgjedhje dhe ndërrim të mjekut familjar, modernizimin e QKMF-ve me pajisje diagnostike. Këtu desha të ndërlidhen tek qendrat e mëdha siç është Slovia, Gadimja, Shala dhe Magura, për shembull për fshatin Slovi, do të mund të kryeni shërbime Oklapi, Tërbusi dhe Smallusha, ndërsa për fshatrat Gadime, fjala bie, Vrella, Babushi, Glavica dhe Marevci. Në Shal është Risinovci, Bajinca dhe pjesa tjetër që do të mund të kryeni shërbime, po ja që fatkeqësisht nuk ka shërbime 24 orë atje, edhe pse janë shumë fshatra të mëdha, ndërsa në Magure do të mund të kryeni shërbime Vërshevci, Mirena, Çiloga dhe Vrella. Do të kthehemi një herë. Shërbimi 24 orë aktualisht është emergjent spaku në këto 4 AMF të mëdha që do të duhet të ishin, QMF, nga AMF të qëndroheshin në QMF. Sepse në koha 7, kur është piku më i madh, kur mbyllet në Lipiana dhe fillon vetëm shërbimi i emergjencës, e ke kaos komplet. Janë pacientë të tonë që presin edhe jashtë në barë për me kryu një shërbim aty. Pastaj duhet tek shërbimi paliativ, deshta mi tregu dhe diçka kryetarit, qendra satelit për pacientët me hemodializë do të ishte një diçka që do duhet ta bënte shumë herët. Në Smallush, po, dëgjoj.
Në Smallush ke njerëz që nuk e kanë kryer shërbimin paliativ që kryetari Po, vetëm